Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë deri më 30 tetor do të evidentojë gjendjen faktike dhe kadastrale të tokave prona të komunës së Gjakovës. Janë 70 zona katastrale në tërë territorin administrativ të komunës së Gjakovës. Po neve ja kemi japë vetit edhe një detyrë që këto prona të bëjmë krahasimin me gjendjen e ortofotove të vitit 2013. Çka do të thotë kjo? Që neve do të kemi dy shtresa. Njena do më thonë e paraqet gjendjen faktike të terrenit, ndërsa njena e paraqet gjendjen katastrale nga certifikatat. Kemi mendu për me bo që me pas qashe në çdo moment se ku gjenden tokat e komunës, pa marrë parasysh a janë të shpërndara, dhe në ato prona për momentin se shka ka. Ta supozoj mundet me pas far ndërtimi, mundet me pas që rrjedha lumit kanë ndru far uzurpimi. Është një vërtet e madhe se shumë nga tokat prona të komunës nga bujqësore janë shndruar në ndërtimore, edhe për këtë po bëjmë evidentimin, shtoi drejtori i Gjeodezisë. Ka rastet e tilla dhe mu për këtë jemi të bëni një punë të tillë. Se në atë moment neve fill muj me pa dhe me e di që në tokën komunale ose ndërtuar një objekt. Atëherë me drejtori tjera do t'i marrim masat për kase. Dihet se për vite të tëra në Gjakovë, por edhe në krejt Kosovën pak ose as pak nuk është bërë evidentimi tokave bujqësore dhe pronave brenda qyteteve, dhe kjo sidomos në komunën e Gjakovës po sjell shumë telashe. Duke u nisur nga fakti se pronat e shtetëzuara nga kooperativat e ish sistemit në disa fshatra të Gjakovës që tash i takojnë Agjencisë Kosovare të Privatizimit ose komunës, po tërheqin blerës të rinj, por edhe njerëz të tjerë që i kanë marrë në shfrytëzim dhe pretendojnë se dikur kanë qenë të tyret.